Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të ndëruar vëllezër, Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, lëvdata të bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe çdo ata që i ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Do të vazhdojmë sot me lenin Allah të mënduar me çështjen që ka të bëjë me edukatën, dhe kjo temë si përgjigje në pyetjen çka na mungon. Dhe padyshim se të gjithë besoj jemi të pajtimit se nga ato që na mungojnë në jetën e përditshme, që jetën po e bëjmë pastaj më të vështirësuar, me probleme më të komplikuar, është edukata. Dhe edukata, kemi thënë, nënkupton një tërësi kuptime të rëndësishme që fillon nga edukata me Allahun, pastaj edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edukata me prindrit dhe edukimi i prindërve drejtuar fëmijëve të tyre e kështu me radhë. Me që jemi edukuesil tek familja, tek edukimi i fëmijëve, edukata ndaj prindërve, do të flasim sot edhe për edukatën mes bashkëshortëve, do burri dhe gruaja, si duhet ta ndërtojnë jetën e tyre, si duhet ta menaxhojnë këtë anije të rëndësishme, e cila jo rrallëherë lundron në për dallë të ndryshme të detit të trazuar të kësaj dunjaje. Të nderuar vëllezër, nëse i referohemi sot statistikave të jetës bashkëtorë, do të befasohemi për të keq për numrin e madh të shkurorëzimeve që ndodhin në vendin tonë. Kjo dukuri nuk ka qenë e përhapur në kohën e mëhershme, por ka filluar të shtohet kohëve të fundit. Dhe nëse lexojmë në këto analize dhe statistika, çfarë po i bën që të jenë të ndarë apo të shkurorëzohet, do të gjejmë se në shumicën dërmuese të rasteve arsyet janë të jetë banale, të jetë të ulta, që nuk ja vlen për to një fjalosje e lemo një shkurorëzim. Këto statistika realisht nuk e shpërfaqin numeral, nga se numeral është shumë më i madh. Por edhe po të ishte kaq sa treguohet, është mjaftueshëm për treguar se do të thotë familja ka filluar të rrezikohet, edhe nga brenda edhe nga jashtë. Andaj të nderuar, Islami jep përgjigje duhur për këtë çështje dhe e organizon familjen në mënyrë më të mirë të mundshme, që garanton edhe jetë mirë, të lumtur dhe ndërtim të sigurt të familjes, por pastaj që kjo familje të jetë edhe një kontributëse për shoqërinë. Allahu xhallahu ala në Kur'an, të nderuar vëllezër, i ka kushtuar rëndësi të madhe martesës dhe ka vendosur rregulla me sa ndërtohet kjo martesë, që tjetë një akt serioz, jo diçka e afektit, e momentit, po e menduar mirë, kalon përmes prindërve, kalon përmes të afërmve, ka konsulta, ka këshilla, ka kritere, ka parime që shikohen e kështu me radhë. E kur ke këto anashkalohen dhe njerëzit, apo dy çifte, një vajzë dhe një mashkull bashkohen në emër të një ndjenje, emocioni, shikimi të parë kështu me radhë, pa i shikuar rrethanat e tjera, pa u pjekur kushtet mirë, padyshim se nuk mund të bashkëjetojnë gjatë nëse nuk e kuptojnë seriozisht çështjen e martesës. Sot martesa, të ndërruar, nuk është e kuptuar si në të kaluarën. Në të kaluarën ka pas shumë më tepër seriozitet në kuptimin e martesës, edhe në aspektin e rëndësisë, po edhe në aspektin e rolit. Rëndësia e martesës fatkeqësisht sot është duke u zbehur. Ka shumë të rinj që realisht hezitojnë me u martu, nga se e shohin si ngarkesë, e shohin si obligim, kanë tjera çështje primare, sikurse për shembull çështjet e fitimit material, e punësimeve kështu me radhë, dhe fillon duke u shtyr martesa. Sa më tepër shtyhet martesa, shkon duke u rëndu njeriu në marrjen e vendimit,
nuk merr let vendim në moshë të shtyrë për martesë. Prandaj është bën një lloj fatkeqësisht kuptimi që martesa është barë, është ngarkesë. Edhe për jetën, por edhe duke ju referuar rasteve të caktuara që u martu filani çka i ndodhi, u martu filaneja çka i ndodhi. Nuk u shërbim me shembuj jo adekuat, nga se nëse ka dështim në jetën bashkëtorë në disa raste, shumica elhamdulillah ja dalin. Ne duhet të marr shembuj të dur, jo shembuj të e gabuar. Dua të them që kjo temë është një temë me të vërtetë shumë e rëndësishme, një temë që ka nevojë të trajtuar nga shumë aspekte. Ndoshta Allah i manduar mund të ja kushtojmë edhe një varg ligjëratash në të ardhmen kësaj çështje për shkak se është shumë e rëndësishme ndërlozur. Nga se këtu fillon ndërtimi i familjes, tek bashkimi i çiftit bashkëtor, tek mashkulli dhe femra. Këtu është ajo ngjitja e familjes, këtu është e ardhmja e shoqërisë, këtu është e ardhmja e vendit. Nëse këtu ngjitja bëhet e gabuar, gjithçka do të shkojë pastaj duke u vështirësuar dhe duke u komplikuar. Andaj në të kaluarën njerëzit ndoshta s'kan pas shkollim të lartë, nuk kanë pas ndoshta lexim të madh, po kanë pas përvojë. Baba e ka mësuar djalin çka i bën me kon burr i martuar, obligimet. Nona e ka mësuar bien e saj, kur shkon tek burri këtu në obligimet, do të më konë sjellshme, kujdesshme, durueshme. Domthonë rresht e kanë përgatit për një projekt të rëndësishëm jetësor. Sot fatkeqësisht komunikimet e kësaj natyre nuk ka mjaftueshëm, nuk është në nivelin e duhur. Prandaj edhe nëse ka realisht jora dhe herë fatkeqësisht ndodh që prindi mos më qenë autoritet për fëmijën e tij për jetën bashkëtorë. Jo se na jena tash në kohën tjetër, s'jemi as në kohën e juve. Apo nuk do më qenë një nën që ka qenë nëna e saj, nuk do më qenë një babë që ka qenë baba i tij. Do diçka diçka e cila realisht nuk garanton jetë gjatësi, nuk garanton familje të ndërtuar si duhet dhe rrjedhimisht për kësaj edhe nuk garanton një proces të suksesshëm të edukimit të fëmijëve. Andaj martesa është shumë e rëndësishme të ndërlozur, shumë është e rëndësishme. Duhet me kushtuar mendje të madhe. Duhet edhe me inkurajuar të rinjt për martesë, por edhe në inkurajim për martesë duhet me mësuar çysh me u kyç në jetën bashkëtorë, të jenë të pjekur, të matur, të dinë në çfarë projekti po hyjnë, ta kuptojnë çka është jeta bashkëtorë, çka është familja. Nuk është eksperiment, nuk është aventurë. Është diçka serioze, diçka me përgjegjësi, është diçka që ka rol, që nesër kemi dhënë për të llogari për Allah të mënduar, kështu më radh. Në gjitha këto e bëjnë këtë projekt të serioz dhe të rëndësishëm. Mirë, po ndua që këtë pjesë tash me kalu, për shkak se thash, kjo kërkon një cikël të veçantë ligjëratash që kemi marrë të kaluar në diçka prej kësaj, por duhet prapë ndoshta me rikthyer në vëmendjen tonë çastjen e Islamit ka shi familjes, ka shi martesës. Si e përgatit Islami një djalë të jetë nesër një kryefamiljar, një burr për gruan e tij dhe një babë për fëmijët e tij. Si e përgatit Islami një femër që të jetë nesër grua e duhur për një burr, një nën edukatore për fëmijët e saj. Për gjitha këto ka mësime, ka udhëzime të bollshme, të mjaftueshme në udhëzimet e Kuranit dhe në udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mi përja që dua sot të flasë në rëzër ka të bëjmë atë, dëmonë, masi që kjo të kalohet, masi që veç kanë hy në projekt në martesës, veç kanë hy në këtë anije, janë duke lundruar, si duhet me e menagju këtë anije, si duhet ata me ndërtu raportin ndërmjet vete. Edhe për këtë ka shumë udhëzime, edukata mes bashkëshortëve të ndërrozër është një nga temat kryesore që Islami kushton vëmendje, nga se nuk është jeta bashkëtorë të ndërlozër, nuk është një anshe, një kashe, është dy kashe. Po, ka obligime të burrit ndaj gruas dhe ka obligime të gruas ndaj burrit, dy anshe. Nuk është veç burri që ka obligim ndaj gruas, po edhe gruaja ka obligim ndaj burrit. Edhe nuk është që veç gruaja ka obligim ndaj burrit, po edhe burri ka obligim ndaj gruas. Është dy kashe dhe kështu në bashkëpunim të ndërsjellë ndërtohet jeta e duhur bashkëtorë. Unë do të përmend ka të kohës që kemi se koha shumë e shkurtë para ezanit, disa udhëzime të rëndësishme mbi të ndërtohet edukata e mirëfillt mes bashkëshortëve, që kjo edukat realisht nënkupton edhe një menaxhim të duhur të suksesshëm të jetës bashkëtorë. Çështja e parë të ndërlozër që duhet pas parasysh në jetën bashkëtorë në edukatën mes bashkëshortëve është respekti i bashkëshortëve njëri tjetrit, me respektu. Çka nënkupton me respektu? Nënkupton me usill mirë me te, nënkupton me komuniku mirë me te, nënkupton me mirë kuptu e shumë tira që
janë mbrana konceptit të respektit. Me respektu, jo me nënçmu, jo me përbuz, jo me fy, jo me shkel, jo me dhunu. Gjitha këtu janë të ndaluara fetarisht. Andaj ka respekt. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse besimtarit nuk i pëlqen një sjellje gruas, po edhe gruas ndaj besimtarit, apo nëse i pëlqen diçka, le të shikon në atë që i pëlqen. Do nëse diçka ka kur kush është i kompletuar, diçka ka që s'pëlqen, shikon çka pëlqen. Mos e ndërto sjelljen mbi bazën një sjellje ndoshta të pa kompletuar ose të pa formuar e kështu me radhë. Por duhet me pas respekt. Sa herë ka ndodhur që për shembull nëna të ofendohet, të fyhet para fëmijëve të saj nga ana e burrit të saj, të flet fjalë pa hishme, pa këndshme, ose ndoshta edhe kundërta. Edhe gruaja ta ofendon burrin e saj, të cilët keq ti rebelohet, e në veçanti në mesin e familjarëve, ose në mesin e prindërve të burrit, ose në mesin e fëmijëve. Andaj gjitha këto janë sjellje të pahishme, nuk tregojnë respekt ndërsjellë, nuk tregojnë respekt të ndërsjellë. Respekti të ndërrullëza ndërtohet mbi bazën e frikës ndaj Allahut të mënduar. Kur njëri ka frikë Zotin xhallahu ala, e din se ku më dhon llogari për kët, atë respekton jo vetëm burrin, jo vetëm gruan, por respekton çdo njeri, madje edhe kafshën. Besimtari që ka frikë Allahut xhallahu ala nuk din më usil dyshë pas me respekt. Nga se frika ndaj Allahut xhallahu ala e mbjell te ai ndjenjen e respektit, për faktin se e din se ka më dhon llogari për çdo sjellje që e ka karshi tjetrit, Ka ardhur njëri tek Hasan al-Basri rahimullah. Hasan al-Basri ka qenë dietar i madh, njëri i mençur, është rrit në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai s'e ka pa pejgamberin, ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po është rrit në shtëpinë e Umm Salames, njërës për grave të Muhammedit alaihi salatu wasallam. Andaj ka thith nga urësia dhe nga mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij. Ka ardhur njëri me e pyet këtë të mençur, Hasan al-Basri, i ka thënë kam një vajzë dhe kam shumë kërkesa. Kujt t'ja jap këtë vajzë? Kujt m'ja dhon? Kujt m'ja u për hajër? Ka thënë bënja për hajër atij që ka sjellje të mirë dhe ka frikë Zotin xhallahu ala. Ka se ka nëse ka frikë Zotin dhe ka sjellje të mirë, ka me rujt vajzën tonë, edhe nëse nuk i pëlqen diçka prej saj. Spaku zullum nuk i bën. Nuk e lën frikën ndaj Allahut me bëu zullum. Nuk e lën edukata që me usill keq me të. Nuk e lën mirësjellja morale ti me usill keq me të. Madje para Hasan al-Basriut ka thënë vetë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Muhamedi s'm ka thënë men ja'akum tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Nëse vije dikush u atë torkit derën e ju ja pëlqeni atij fen edhe moralin, ja pëlqen mashallah musliman i mirë, i devotshëm, i sjellshëm, i edukuar, i moralshëm, thotë martojeni, jepeni vajzën. Nëse nuk bëni kështu, do të bëhet çrregullim mes njerëzve. Domthonë nëse standardi dhe kriteri i martesës nuk është i ndërtuar mbi bazën e besimit dhe edukatës së mirësjelljes, po është i ndërtuar mbi bazën e pamjes, paras, pozitës, do të bëhet padyshim çrregullim tok. Padyshim do të bëhet çrregullim familje. Nga se nuk zgjat shumë domthonë dashnia për shkak të paras, dashnia për shkak të pozitës edhe pamjes së kësaj radhë. Po nëse është në emër të Allahut, në emër të besimit, në emër të moralit, në emër të sjelljes, në emër të familjes së edukuar, padyshim se kjo pastaj garanton një gjatësi. Prandaj respekti është ai që kërkohet, me pas respekt, me respektu burrin gruan e vet, me nderu edhe gruaja me respektu burrin e saj. Nga ato që duhet pas parasysh bashkëshortët të ndërrozur në jetën e tyre dhe ajo që përbën një edukat të rëndësishme mes bashkëshortëve është edhe bashkëpunimi. Duhet me bashkëpunu mes vete. Burri më janë gjithë dorën gruas, edhe gruaja më janë gjithë dorën burrit. Gruaja duhet me ndihmu burrit vet. Në çfarë aspekti? Fillimisht për shembull në aspektin e ruajtjes së pasurisë. Me rujt pasurinë, ose me qenë ajo që shpenzon pasuri vend për vend, ose me qenë ajo që shkatërron pasurinë e burrit saj, hudh gjëra për shembull që mund të sano, mund të rregojnë i gjun thjesht përpara e din për shembull një tesh 10 herë kanë harru. Pse duhet me rujt? Apo sa pak një leckë e vogël ose diçka, një shkyrë e vogël gjuje, jepja dikujt e kështu me radhë, blem tjetër. Andaj rujtja e pasurisë është bashkëpunim i rëndësishëm. Burri sot që të bjen te shtëpia, nëse nuk e ka një grua që la ruan edhe kujdeset, katësh, s'ka bereqet aftë. S'ka bereqet. Po një grua e cila don me rujt, duhet me qenë pasuria halal,
burri të pru halal të shtëpia, se harami s'ruhet. Harami qysh vjen që ashtu dhe shkan. Andaj të ndrozër, kjo e bashkëpunimi, burri punon, angazhohet edhe sjell pasuri halal, me djerë se fiton, me mund të fiton, dhe gruaja e ruan këtë pasuri. Në këtë bashkëpunim, çka mendoni ju si kanë muri fëmia? Ata që hajnë halal, edhe ka bereqet në shtëpi, fëmia si kanë me dalë pas të edukuar, të formuar, ndërtuar si duhet. Për këtë arsye përpara ka pas bereqet më tepër, pse? Se ka pas halal më shumë edhe ka pas kujdes më shumë. Me bashkëpunu edhe në punë tjera. Burri më u gjin gruas ndoshta në punë të caktuara të shtëpisë kur ajo mund të jetë e lodhur, ta mirëkupton, edhe ti ndihmon, nuk prish punë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërrozur me gjithë angazhimet, gjithë lodhjet që i ka pas, gjithë problemet edhe përgjegjësi që i ka pas, megjithatë ka gjetë kohë që ka gjetë kohë vetë me pasru kasollën e tij. Ka gjetë kohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë me i qep nga njëra teshën e tij. Domethënë kjo s'ka qenë e vazhdueshme, këtë ka bërë gruaja e tij në esencë, por ai ka gjetë kohë nga njëra edhe për këtë bashkëpunim me i treguar gruas se domthonë edhe në pjesë të shtëpisë, edhe në pjesë të kësaj shtëpie, ju mos si njëri shtëpi vetë si huaj, si në hotel. Domthonë pagun edhe shërbehet me dhomën, del edhe vjen dikush ja pastron dhomën, apo mos si shtëpi vetë, jo si huaj në shtëpi vetë, edhe si diçka që pagun e dikush ja kryen shërbimet e shtëpisë, nga se gruaja e tij nuk është shërptorja e tij, është bashkëpunëtari i tij. Gruaja nuk është shërptore në shtëpi, që ti e pagun, unë po do me hongër e me pi, që shto të shërptorja, që shto është argati, e pagun i jep me pi, tani me hongër. Por gruaja nuk ka kështu, gruaja është bashkëpunëtare. Ai ka një pjesë të përgjegjësisë, ti ke një pjesë të përgjegjësisë. Prandaj duhet gjithkush me kry përgjegjësi si duhet dhe me bashkëpunu bashkarisht që me ia dal në sfidat e jetës bashkë, edhe në aspektin e pasurisë, edhe në aspektin e menaxhimit të shtëpisë, edhe në aspektin e edukimit të fëmijëve. Nuk duhet burri që krejt përgjegjësinë e edukimit ja udh gruas, apo ajo më marr me ta, se s'kam kohë. Duhet të gjithë kohë për ta nganjëra. Qëshjo, mësim me i përcjell, në edukat me i përcjell, në shoqëri me i përcjell, me nejt me ta, me komuniku me ta, sikur që e kemi përmend tek edukimi i fëmijëve. Andaj edukimi i fëmijëve nuk është veç i nënës, as nuk është veç i babës, është i dyve. Dyt kanë përgjegjësi për këtë detyrë. Nga pikat e rëndësishme të ndërozë që ka të bëjë me edukatën bashkëtorë, që aludova pak në pikën e parë të respektit, po du me ndatë veçantë, është edhe mbulimi i tmetave. Kush nga ne nuk ka tmeta? Kush nga ne është i kompletuar? Kush nga ne është i plotësuar? S'ka askush në vëzë. Gjithkush i ka tmetat e tij, po. Por ne duhet që t'ia mbulojmë një tmetat. Ta këshillojmë edhe t'ia mbulojmë tmetat, jo t'ia zbulojmë. Andaj të ndërozë vëzë, gruaja kur të martohet, vjen në një shtëpi që më herët se ka njohur ta shtëpi. Shumë sene se ka ditë për atë shtëpi, apo. Dhe ajo tash ka qasje për shumë sene, apo. Duhet me rujt atë shtëpi, se është e vetja. Jo mi zblut metat me kallzu këta ishin kështu, burri kështu, këta po bëshin kështu. Me fol në hallk për punë të shtëpisë. Ndaluar është. Këtë ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Nuk bën me i bart të metat e shtëpisë jashtë shtëpisë. Mo anku për shembull tek shoqët e saj, te dikush i largët, ku e dikun që nuk ja do të mirën. Mo anku për burrin e saj, për burrin anku tek burri i saj, nëse ka vrejtje e këshillon. E nëse nuk kryen punë këshilla, nuk kryen punë durimi, nuk kryen punë komunikimi, kalon tek prindët e saj, nga se prindja dojnë mirën, prind nuk dojnë me shkatru familjen e qikës, dojnë me rujt, por jo me shkumanku të gjithë kush e cili për shkakun fjallën e partët, zi që shpeduran të ata, nuk di shpërrin të taj, apo, në ankesën e parë, ta favorizon ndarjen, ta favorizon shkurërzimin, nga se nuk të dojnë mirën, ka njerë gjelas, zëliqar, andaj me ditë kujt mja kajt halën, kujt mja kallzu problemin, jo çdo kujt mi tërkit ndirë, jo në kafën e parë që e pin me dikan, mi a shpalos dosin e tmetave të burrit, ose burri dosin e tmetave të gruas e tij. Nuk ka rregull kjo, s'është këtë bashkëtorë. Mbulimi i tmetave, mi amlu tmetën, mi amlu. Edhe mi a zbulu të mirat, mi fol për të mirat, që tregojnë një lloj vlerësimi edhe mirënjohje. Zotë edhe kjo që ka të bëjë me vlerësimin dhe mirënjohjen të ndërmjetësor është nga pikat e rëndësishme të edukatës bashkëtorë, me e vlerësu mundin e gruas, me e vlerësu, jo me thonë, më bërë që ka kjo, unë e pja bi kretë kjo për zgashmi për i bënë, ja, së është për zgashmi, të ndërmazër, sotë që sotë, elhamna jetë është letësu, pajisjet kanë letësu shumë jetën, për para ka qenë më vështirë, edhe larja e teshave, edhe fshirja pastrimi i shtëpisë, edhe përgatitja e gjellave, ka qenë më vështirë, normal,
Sot ka pajisje që shumë e ka lecu. Megjithatë, një barë kujdes të mbetet mbi gruan. Apo, e nuk duhet më thonë që për shkak sot e keni let, sot s'bëni kurrë, nuk bën kështu. Gjithë duhet me vlerësu, gjithmonë ka diçka. Gjithmonë ka diçka që e ka angazhim, ka punë, ka lodhje. Po flas për ato që është në punë të shtëpisë. Andaj të ndërozat duhet me pas vlerësim, mirënjohje. Allahu të shpërbleft për ushqimin i sheshëm, ke dhënë mund, Allahu të pagu me të mira. Këto fjalë të rëndësishme të ndërozat, që janë të rralla në fjalorin fatkeqësisht sot e shumë bashkërdhëve. Duhet me inkuraju gruan me vlerësim, me mirënjohje. Me thonë që Allahu të paguon për familjen që e ke rujt, për punën që i ke bë, për krahën që më ke dhënë, kështu me radhë, ka nevojë për mirënjohje, ka nevojë për vlerësim. Edhe gruaja me vlerësu burrin, shumë me vlerësu burrin. Jo sikurse për shembull ka tërheq vërejtën pejgamberi alayhi sallam nga një dobësi e gruas që mund t'i kushton nesër shumë në ahiret. Mund t'i kushton shumë në ahiret. Cila është ajo dobësi? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dobësia e gruas është që burri t'i bën vazhdimisht mirë, një herë s'ia plotson kërkesat me i thon kur har pejtes kum po, kur s'mu ke gjet, kur s'mu ke ble, kur s'mu ke nimu. Këto fjalë janë të hishme më dal nga gruaja. Do të thon, do të më qenë kundërta. Do të më përkrah, më ndihmu sikur të thash dhe më vlerësu. Duhet gruaja më qenë mirënjohëse se burri i ka ndihmu, e ka strehu, është kujdes për të në çdo aspekt. Prandaj aty ku ka vlerësim të ndërozë, aty ka vallahi rahmet. Aty ku ka mirënjohje mes bashkëshortëve, ka edhe bereqet. Nga se pejgamberi ka thonë, ai që nuk është ndaj njerëzve mirënjohës, nuk mund të jetë as ndaj Allahut. Një musliman i cili don me qenë ndaj Allahut falëndërues, duhet të jetë më së pari ndaj nënës së tij, ndaj gruas së tij, ndaj babës së tij kështu me radhë. Ai që nuk din me i falëndëru prindët e tij, gruan e tij, nuk din me falëndërues Allahun azza xal. Ajo grua që nuk din me e falëndëru burrin e saj, nuk din me falëndëru familjen e saj, nuk din me falëndëru thash bashkëshortën e saj, nuk mund të jetë as ndaj Allahut falëndëruese. Apo mund të shkosh. Nga se këtu e kompletojnë njëra tjetrën. Ai më qenë mirënjohëse, falëndëruese. Ju më thon për shembull, ti po bën ama asaj tjetrës burri më shumë po jep. Këto krahasime nuk bën më bë. Zotën ajo që më shumë të e shkatron familjen është kur futemi në krahasime, apo në krahasime, qoftë në pamje, qoftë në aspekt material, qoftë në dëfrim, në pushim, në luks, këtu s'ka krahasime. S'ka krahasime. Nëse duhet më krahasu me dikant, më krahasu në devotshmëri. Duhet më krahasu në punë mira, po jo në dunja, nga se në dunja gjithë ka dikush që ka punë më mira, kur që s'ka të ndalë me kjo punë. Kush i ka punë më mirë. Nëse njëri gjithmonë shikon dunja të tjetrit të ndozë, kur s'knaqet vëllai më atë që ka. Kur s'knaqet. Teshet më të mira me ti ble, apo më zgjosoj me ta prodikon që një dy fysh më shtatë bën të mira të maktima të mira janë. Ç'kjo njëri atë? Njëri kur s'ngjihet atë. Andaj nuk bën gruaja më ulshu në mendësinë e krahasimeve të panevojshme që rreth e zhvlerësojnë mundin e burrit të saj. E as burri më ulshu në krahasime të panevojshme me gratë të tjera që zhvlerësojnë mundin e gruas së tij apo çka do të qoftë që ka të bëjë me gruan e tij. Duhet më qenë mirënjohës dhe ndaj Allahut falëndrues për mirësinë e begatinë që Allahu ja ka dhënë. Tmeta kemi të gjithë, por duhet të bashkëpunojmë për me i largu tmetat dhe me ungrit dhe me ndërtu familjen së duhet. Dhe në fund të ndrozur jeta bashkëtorë thash i ka problemet e veta, nuk ka jetë bashkëtorë pa probleme, nuk ka pa të lashe. Jemi njerëz, ka herë vetja jote të pengon, ju dikush tjetër po. Ka me vetën tonë zinë shme boqare, ju me dikon. Ka herë vetës të susin e bën tamam çapa don, çat bën tamam, ju me dikon tjetër. Jeto që ashtu, dunjaja është me mangësi. Andaj nga virtytet kryesore të muslimanit është durimi. Sikur se kemi ceka atje në fillim. Çka na mungon? Na mungon sabri. Edhe atje kemi folur ndoshta 7-8 javë për sabrin. Me tregu se sa shumë po na mungon sabri, durimi në fusha ndryshme të jetës. Edhe në fushën e jetës bashkëtorë, mungon sabri, durimi mungon. Do të bëj sabër. Kalon ndoshta një problem, kalon një telashe, kalon një mos pajtim, kalon një keq kuptim, kalojnë. Mirë po në vrull, në tensione, në nxitim, nuk ka zgjidhje. Zgjidhja është në qetësi, zgjidhja është në heshtje, zgjidhja është në kthim tek Allahu, në pendim dhe në durim. Andaj nga edukata e kërkuar mes bashkëshortëve është durimi, me pas sabër njëri me tjetrin, me pas sabër. Kare mund me kon buri lodhshëm, e gruaja me pasë me fol, me pas sabër me nguapta. Me pas sabër duhet, sa e ka nevojë ndoshta me urrëfi, ka me fol, s'ke qenë tani në shtëpia,
ke qenë angazhuar e kështu me radhë, duhet me bë sabër. Edhe kur jam me sabër në burrin e saj, pa sabër nuk ka jetë. E duhet me bë sabër në edukimin e fëmijëve. Prandaj të ndrozur, shtëpia e muslimanit ndërtohet në besim në Allahun xhallahu ala, ndërtohet në respekt ndërsjellë, në mirënjohje, në vlerësim, në mirëkuptim, në durim, në falje, nga se këto janë vlera të rëndësishme mbi sa ndërtohet edhe jeta bashkëtorë, edhe edukimi i fëmijëve, edhe ndërtimi i familjes, e që pastaj kjo familje të jetë me të vërtetë një qerë dhe e rëndësishme e ndërtimit dhe e kultivimit të vlerave të shoqërisë. Allahu xhallahu ala e përmirësoj gjendjen e bashkëtorëve në vendin tonë dhe ku do qofshin. Allahu xhallahu ala sjell rahati e mirëqenie e mirëkuptim familjet tona. Na rujt Allahu xhallahu ala nga sherrri i shkurorzimit e ndarjeve e konflikteve familjare. E bëft Allahu xhallahu ala që fëmijët tanë të rriten në një ambient ku mbërthen dashuria, respekti, bujaria, qetësia dhe mirëkuptimi e bashkëpunimit. Kjo për këtë pjesë ka arku e zanë me kaq po i do fund Zoti është shpërblet për vëmendjen. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katira.